Okay. We are tourists and we feel welcome here in Albania. And we it is jemi turistë huaj këtu dhe ndihemi të mirëpritur jashtë masës në Shqipëri. And we think it is a very beautiful country and it must stay like it is now. And not Albania is not for sale to Bravo! Shqipëria është një vend I bukur, I cili na ka transmetuar vërtet shumë gëzim dhe Shqipëria nuk duhet jetë një vend në shitje. Bravo! And we feel very welcome. Dhe Shqipëria duhet qëndrojë ashtu siç është. Kjo është ajo që na mirëpret ne. Very kind people everywhere and very helpful people. Njerëz shumë të këndshëm dhe njerëz shumë miqësor. Thank you. Faleminderit shumë. And nature must be exist here, and we are tourists, but we like the country of Albania. It is like it is now, and not the proposition for your president. I think. Thank you. Just wait. Just one more question, please. One more question. Pra, sikur se thonë edhe miqtë të huaj, ata shkaku për cilën ata vinë në Shqipëri është natyra. Natyra E virgjit për cilën me aq mund e kemi ruajtur në gjithë këto vite, dhe nëse ka një arsye për cilën ata vizitojnë, është vetëm natyra E virgjit shqiptare. Kam një pyetje për zonjën. Wait, just one, lady, please. Please. I have one. Peaceful, wise. You are busy with the protesting. It's very good, very peaceful. Good. Dhe gjithashtu ju falenderoj dhe të përgëzoj për mënyrën e protestuarit shumë civile dhe qytetare. Faleminderit. Kemi dhe të papunë, po që do të sistemoj bashkia. Ke imponuar ti të na gojosin ne si qytetar, po ja ku jemi shesh dhe ju themi, Zegjinen këtë duash, vetëm sill një deputet, ke 17 ditë. Ishte përgjostimi dhe halazim. Edhe të papunë. Jetën, rinin, pleqve ta nuk e vjedhur ato pensionet dhe atyre fëmijëve që nesër udhëtojnë nga Anglia, nga Belgjika, Gjermania, nga Italia dhe do jenë nesër, dhe pas nesër, dhe sa shumë kanë ardhur, dhe sa shumë kalojnë këtu, nga këta miqtë e Korçës, që unë I njoh, më shkelin syrin, janë me ne, po nuk duan të duken, sepse protesta është për ata që janë trima, që qëndrojnë, ashtu si ne që po rezistojnë, po mbajmë barën e këtij qyteti, e di pse po e mbajmë se jemi privat, edhe disa janë pa punë, nuk e që bën më shumë. Faleminderit Edi Rama që na tregove që ne dim të duhemi, edhe pas 35 vjetësh që na ke ndarë, duke na thënë çyryk, edhe në fund na the armik. Po armik të kujt jemi më buri dhe ose s'kemi lëvizur 35 vjet nga njëjti bulevard që na e ktheve me këto ploçat rënga shdrënga të Nikos, edhe na e ke prishur qytetin se shiko, vaska dhe peshkut na I vure ushtarit pa njohur. Atje një kull të reqeje na ke vën për para, dhe ne do të marrim për para me këtë revolucion të adish. Kështu që unë të them, si në të latvorani, bën mirë të japësh dorëheqjen, pa u bashkuar Shqipëria, jashtë me tonën akoma. Largohu Edi Rama, të gëzosh ca ditë në pleqëri, se do vuash I ziu ti. Na jem do të zgjidhje ne që duam për 30 vjet, ligjet. 35 vjet duam ka kërkuar ligjor. Ekonomistët kanë dhënë sot në protestë, ekonomistët e buzët. Po më qenë biri orti që tha. Peaceful, wise. You are busy with the protesting. It's very good, very peaceful. Dhe gjithashtu ju falenderoj dhe të përgëzoj për mënyrën e protestuarit shumë civile dhe qytetare. Faleminderit. Okay. We are tourists and we feel welcome here in
Albania. And we, it is... Jemi turistë të huaj këtu dhe ndihemi të mirëpritur jashtë masës në Shqipëri. And we think it is a very beautiful country, and it must stay like it is now. And not Albania is not for sale to. Bravo! Shqipëria është një vend I bukur, I cilin na ka transmetuar vërtet shumë gëzim dhe Shqipëria nuk duhet të jetë një vend në shitje. Bravo! And we feel very welcome. Dhe Shqipëria duhet qëndrojë ashtu siç është. Kjo është ajo që na mirëpret ne. Very kind people everywhere and very helpful people. Njerëz shumë të këndshëm dhe njerëz shumë miqësor. Thank you. Faleminderit shumë. And nature must be exist here, and we are tourists, but we like the country of Albania. It is like it is now, and not the proposition for your president, I think. Thank you. Just wait. Just one more question, please. One more question. Pra, sikur se thonë edhe miqtë të huaj, ata shkaku për cilën ata vinë në Shqipëri është natyra. Natyra e virgjit për cilën me aq mund e kemi ruajtur gjithë këto vite, dhe nëse ka një arsye për cilën ata vizitojnë, është vetëm natyra e virgjit shqiptare. Kam një pyetje për zonjën. Wait, just a while, lady, please. Please. I have one. Të parë qëndrimin e saj. Edi Rama already has stated that there are a lot of cancelling of tourists because of they feel fear about the protest. How do you feel about that? How do you see this protest? Do you agree with Edi Rama's statements, or do you agree with the protesters' idea? I agree the protesters for it must remain for how it is. The country must be exist the nature with the beautiful flamingos, etc. So that is how. Thank you very much. Atëherë deklarojnë se jo vetëm që nuk ndjen të fiksuar nga protestat, por mbase ndjen të fiksuar nga shkatrimi I natyrës. Ajo për të cilën këta persona janë pjesëmarrës tu janë për shkak të mbështetjes ata duan të tregojnë për shqiptarët, njëkohësisht dhe për flamingot. Thank you. Erdhën se po lëndon flamuri, po lëndon Shqipëria, ka nevojë për të gjithë sot. Pranoj të mirëni. Që nuk na pyet I ri, 35 vjet që ne flasim me vete. 35 vjet që ikim edhe shikojmë mbrapa. Për të parë qëndrimin e saj. Edi Rama already has stated that there are a lot of cancelling of tourists because of they feel fear about the protest. How do you feel about that? How do you see this protest? Do you agree with Edi Rama's statements, or do you agree with the protesters' idea? I agree the protesters for it must remain for how it is. The country must be exist the nature with the beautiful flamingos, etc. So that is how. Thank you very much. Atëherë deklarojnë se jo vetëm që nuk ndjen të fiksuar nga protestat, por mbase ndjen të fiksuar nga shkatrimi I natyrës. Ajo për të cilën këta persona janë pjesëmarrës tu janë për shkak të mbështetjes ata duan të tregojnë për shqiptarët, njëkohësisht dhe për flamingot. Thank you.